Duke u nisur nga situata e rënduar e shqiptarëve në Maqedoni si pasojë e protestave të fuqishme atje, përfaqësues të reagimit qytetar në Tiranë zhvilluan një tryezë të përbashkët në oborrin mbretëror, kryefjalës së cilës ishin albanofobia dhe mojimi të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni. Në fjalën e hapjes, Princi Leka deklaroi se kjo tryezë është gjithëpërfshirëse dhe apartiake, por në mbrojtje të dinjitetit kombëtar. Ndërsa këshilltari për rinin i oborrit mbretëror, Sevin Seriani, theksoi se mlefi i shqiptarëve në Maqedoni vjen si pasojë e diskriminimit që po i bëhet atyre në shumë fusha dhe se marrëveshja e orit duhet të monitorohet nga ndërkombëtarët dhe të implementohet plotësisht. Inkurajojmë faktorin politik mbar shqiptar që të jap kontributin real bipartiak për të ndërprer një herë për gjithmonë mundësinë e diskriminimit të skajshëm të shqiptarëve në Maqedoni. Kërkojmë nga faktori ndërkombëtar, si garanti i marrëveshjes së orit, të përdorit të gjithë mekanizmat për t'i dhënë fund një herë i përgjithmonë kësaj loje që ka më shumë se një dekadë. Vlerësojmë se qeveria e Maqedonisë, me majorizmin dhe diskriminimin që i bën shqiptarëve atje, sjell një arrogancë ndaj fqinjve dhe bën nxitjen e destabilizimit politik dhe nxitjen e konflikteve. Aulon Kalaja, përfaqësuesi i reagimit qytetar, deklaroi se protestat në Maqedoni janë një reagim i ligjshëm ndaj albanofobisë në rritje në këtë vend, po aq sa janë dhe pasojë e keqeverisjes dhe mungesës së përfaqësimit të zërit rinor nga partitë politike. Të rinjt shqiptar protestojnë sepse duan që shteti ku jetojnë të ketë drejtësi të pavarur, pa paragjykime etnike dhe fetare, që nuk i diskriminon ata me vendimet e saj. Të rinjt shqiptar protestojnë kundër bllokimit të zbatimit të marrëveshjes së orit, që synon paqen dhe barazinë ligjore të qytetarëve të Maqedonisë, pavarësisht nga përkatësia etnike e tyre. Ata protestojnë kundër akteve të njëpasnjëshme ligjore dhe jo ligjore të qeverisë që diskriminojnë shqiptarët. Protestojnë kundër politikave demografike shqiptarofobe të asaj qeverie që ndodhet sot në Maqedoni. Ndërsa gazetari Alen Xhelili, pjesëmarrës në tryezë, e vuri theksin tek respektimi i marrëveshjeve dypalëshe në Maqedoni. Rasti i fundit, rasti Monstra, unë besoj se është jo i pari, por nuk do të jetë as i fundit. Të tilla raste do të ndodhin për aq kohë sa nuk respektohen marrëveshjet, sikurse është marrëveshja e Ohrit e 2001-shit. Në çfarë sens? Marrëveshja e Ohrit ka rëndësinë e vet për një arsye, që të mos amplifikojë çështja dhe të vinte deri në këtë pikë ku qytetarët shqiptar nga njëri kraj janë të zemëruar, sepse logjikisht nuk përfitojnë shërbimet spitalore sikurse i përfitojnë maqedonasit. Kam probleme me gjykatat dhe mendojnë se nuk i jepet e drejta. Nga krahu tjetër nuk janë pjesë e administratës. Këto ndodhin gjitha për një fjalë goje. Dhe ajo fjalë goje është një marrëveshje, e cila nëse do të ishte respektuar sot, gjërat do të ishin ndryshe. Ky ishte takimi i parë për këtë çështje dhe organizatorët thonë se nuk do të jetë as i fundit.